Një ngjarje tragjike është shënuar mbrëmjen e së shtunës në Klos, ku një shtetas 66 vjeçar ka humbur jetën pasi është marrë nga rrjedha e fortë e lumit mat. Sipas të dhënave, viktima Xhemal Zhuku kishte tentuar të kalonte lumin në kushte të vështira, ndërkohë që niveli i ujit ishte rritur dhe rrjedha ishte tepër e fortë. Menjëherë pas njoftimit për ngjarjen, shërbimet e policisë së bashku me familjarë dhe banorë të zonës nisën kërkimin përgjatë lumit. Operacioni vijoi gjatë gjithë natës, ndërsa në orët e para të mëngjesit të sotëm u bë mundur gjetja e trupit të pajetë të 66 vjeçarit Xhemal Zhuku, disa kilometër më larg nga vendi ku dyshohet se ai ishte marrë nga uji. Policia nisi hetimet për të sqaruar rrethanat e plota të kësaj ngjarje tragjike, e cila rikthen edhe një herë vëmendjen tek rreziku që paraqesin lumenjt, veçanërisht gjatë periudhës së rreshjeve apo prurjeve të shumta ujore, pasi në shumë zona mungojnë edhe urat për këmbësorët.